Ndërkohë të dalim edhe tek trendi i fundit që janë solariumet. Sa po është e rrezikshme tash kjo? Solariumet janë shumë të rrezikshme. Pse? Sepse janë një ekspozim intenziv, një atak në lëkurën e trupit. Mu të imagjinosh që ti nëse rinë 2 orë në diell, pa u mbrojt ti do digjesh. 10 minuta në solarium është ekvivalent me 2 orë në diell. Kështu që dami që bëhet nga rrezet e solariumeve është shumë i madh. Në Australi, përdorimi i solariumeve është komplet i ndaluar. Në disa vende perëndimore është i ndaluar nën moshat 18 vjeç e në disa nën moshat 21 vjeç. Mu për shkak se janë domethënë qelizat janë në zhvillim dhe rreziku për kancer të lëkurës është shumë i madh. Cilat janë ato ndryshimet që vren pasi të shkojmë në solarium? Po në fillim mundet me qenë djegja. Domethënë djegja sepse te kalohet ajo koha e zhvillimit të eritemës, domethënë e bëj me matje, domethënë te dikush bëhet për 5 minuta, zhvillohet eritema, te dikush për 10 minuta, domethënë që pas asaj fillon me u shfaq reagimi, domethënë me inflamim edhe me skuqje. Pastaj është shkalla tjetër, domethënë shkalla e djegjes, që mundet me qenë shkalla e parë, shkalla e dytë, që në QKU kanë raste mjaft që shkojnë në shkallë djegjes dytë për shkak të domethënë qëndrimit më gjatë në solariume. Pastaj është efekt njëjtë, si efekti i diellit, edhe efekti në solarium është ajo kumullimi, domethënë grumbullimi i efektit të dëmshëm. Kështu që domethënë rreziku nga solariumet është i madh.